Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me magazinën informative 21 drejt për drejt. Kryeministri i vendit Albin Kurti është shprehur optimist për 3 javët e mbetura deri tek zgjedhja e presidentit. Ai pas takimit me kreun e LDK-s Tumir Abdi Gjiku tha se patën takim dashamirës dhe konstruktiv. Sipas tij, zgjedhja të duhet shmangur dhe është sfidë që një parti e vetme t'i arrijë 80 deputet në zgjedhje. Me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet në Kuvendin e Republikës, Tumir Abdi Gjiku, ishim në takim afër 2 orë. Me këtë rast diskutuam për situatën e re politike pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila efektivisht e anulloi dekretin presidencial, na mundsoi që të mblidhemi në Kuvend të Republikës dhe të vazhdojmë me seanca plenare, por natyrisht çështja kryesore që u diskutua, por më duhet të them jo e vetmja, është pikërisht faktit që na kanë ngelur 3 javë deri tek zgjedhja e presidentit, dhe për këtë duhet të maksimizojmë përpjekjet. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive dhe dashamirëse. Jemi të përcaktuar që të shmangim zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për numrin prej 80 deputetësh. Me fjalë të tjera, është vështirë që ta paramendojmë një fushatë zgjedhore ku ne i risjellim platformat dhe programet tona me po të njëjtat zotime, kërkojmë sërish votën e të njëjtëve qytetarë për një rezultat që e dim që nuk mund të jetë shumë ndryshe, ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë, Glau Konjufca, është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidatja e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë për zgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos i shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Zoti Kurti, cilat ishin opsionet cilat dolen në tavolinë nga ana juaj, por po ashtu edhe nga ana e zotit Abdi Gjiku, apo ti emra konkret, apo ti ide konkrete për zgjidhjen e këtij problemi? Tash ne jemi udhëheqës të subjekteve që janë demokratike dhe jemi transparent sa i përket procesit, mirë po megjithatë takimi ishte tet-a-tet dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Por përderisa ky nuk është rasti, nuk mund të flasim për mendime që i themi aty, e të cilat as nuk kanë sjellur dështim, por as sukses. Përderisa jemi në këtë fazë, gjithmonë do t'ju njoftojmë për takimet që bëjmë, mirë po nuk mund të flasim për emrat konkret të cilët nuk kanë rezultuar me një marrëveshje politike, në këtë rast midis vetëvendosjes së LDK-s. Kur do ta ftoni zotin Hamza për takim? Kryeministri apo siç keni thënë duhet 85, 86, po duhet marrëveshje mes 3 subjekteve. Unë vazhdoj ta kem qëndrimin e njëjtë që nëse kemi një emër të përveçëm dhe po synojmë që të jenë veç se 80 apo 81 veta në sallë në këtë legjislaturën e 10, ky do të ishte një rrezik tepër i madh. Vetëm një
shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod për emrat e përveçëm për 80 deputet që qëndrojnë në sallë dhe votojnë për të zgjedhur presidenti. Edhe më tutje unë besoj që numri 80-81 nuk është psaku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbram në rastin më të keq. Por jo të jetë synimi ynë maksimalisht. Edhe më herët kam thënë, duhet të synojmë deri në ditën e fundit që ti kemi jo 80-81, po 84-5. Do të përpiqem që të takohem edhe me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, për shkak se presidenti nuk do të jetë jo vetëm i një partije, po as i dy partive. Presidenti është shprehje e unitetit popullit. A jeni të gatshëm të heqni dorë nga dy kandidaturat e vetëvendosjes për president dhe a jeni të gatshëm t'ia jepni postin e presidentit PDK-s, sepse kërkesa e tyre është për takim? Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që dy kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht, si subjekt demokratik që jemi, me statutin e lëvizjes vetëvendosje, me mua si kryetari saj, kjo e bën të pamundur marrëveshjen, prandaj uroj që në komunikimet dhe takimet në vijim me kryetarin e PDK-s kjo të ndryshoj, sepse nuk mund të ketë marrëveshje politike për presidentin e ardhshëm, përderisa nuk e thua asnjëherë askujt asnjë emër. Faleminderit shumë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, është deklaruar para mediave pas takimit me kryeministrin Albin Kurti për çështjen e presidentit. Abdigjiku tha se nga këto diskutime nuk pati lëvizje të reja dhe si rezultat s'ka marrëveshje ende. Megjithatë, sipas tij, takimet do të vazhdojnë që të gjendet një zgjidhje, sepse në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Në vazhdimsi të vendimit gjykatës kushtetuese mbi afatin e ri të zgjedhjes së presidentit, zhvillova takimin e radhës me kryetarin e lëvizjes vendosje dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Diskutuam për afatin kohor, i kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë. Edhe në ditët vijim, unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Armërinë e Kosovës për të kuptuar dhe pozicionet e tyre mbi këtë rrethon. E më pas në këtë drejtim do të provojmë që nëpërmjet takimeve të reja transparente, po besoj edhe konfidenciale, për shkak të natyrës së tyre, të gjejmë një zgjidhje për situatën e krijuar Kosovë. Zoti Abdigjiku, a mund të tregoni ndonjë detaj për ndonjë emër konkret për president dhe a duhet ketë marrëveshje midis të gjitha subjekteve politike apo kërkoni marrëveshje vetëvendosje LDK? Çdo marrëveshje që siguron quorumin e domosdoshëm për presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund t'i takojnë një partije politike, po për çështje tjera ju lutem kemi edhe dakordans konfidencialiteti mes palëve dhe nuk ka lëvizje përparuese, çfarë ju pengon nga takimet e kaluara? Po provojmë të gjejmë zgjidhje, besoj që duhet dëgjoni edhe palën tjetër, por po provojmë të gjejmë zgjidhje përbashkët, konsensuale, me takime. Kjo është rruga që duhet përpara të gjejmë edhe do të ndjekim këtë rrugë sa herë që mundemi
për t'i shmangur zgjedhje të mos lejuar që vendi shkojë në zgjedhje të reja. Është jo sa në kalkulime, zoti Abdigjiku? Marrëveshje politike. Nëse arrihet kjo, cila do ishte kërkesa kryesore juve? Krye parlamentari, ministri, apo çfarë do të thotë nëse do ishte pjesë e marrëveshjes, cila është ajo që ju levetësoni? Njëherë duhet të miremi rreth parimeve të procesit. Pra, a duhet të kemi një situatë të gjitha pozicionet institucionale i takojnë vetëm një partije politike, e më pas, në qoftë se jo, si do duket kjo marrëveshje. Pra në këto rrethana ende nuk kemi diskutime konkrete për pozicione. Ende, natyrisht kam në mendje, por se kam për publikun, e kam për mendjen. Dhe për publikun edhe për popullin e Kosovës kam vetëm lajmin se po përpiqemi të bëjmë zgjidhje dhe do të përpiqemi të takojmë edhe rreth. A synoni postën e presidentit? Procesi apo shkollën zgjedhje? Çfarë keni nënkuptuar kuptuar nga? Edhe një herë. A ka vullnet nga kryeministri Kurti për të gjetur një marrëveshje apo të shkollën zgjedhje? Çfarë keni lirësuar nga? Po përpiqemi të gjejmë zgjidhje, për derisa jemi në takime, po përpiqemi për zgjidhje. Në momentin që s'ka takime, atëherë kuptoni se zgjedhjet janë të pashmangshme. Pra, nëse s'bëjmë asgjë për 3 javë të ardhshme, zgjedhjet e kemi të pashmangshme. Edhe mos veprimi për zgjedhje shkakton për institucione shkakton zgjedhja në mënyrë automatike. Në takimin 2 orësh, a patët një emër, një propozim nga Liga Demokratike e Kosovës dhe a kërkuat tërheqjet të kandidaturave aktuale që janë? Bëm përpjekje të gjejmë zgjidhje. Po në brenda përpjekjeve diskutuam për natyrën dhe modalitetet e kësaj zgjidhjeje, se si duket. Nuk kemi emra konkret, nuk kemi arritur në atë fazë, por po them edhe një herë në proces janë 2 emra kandidatë të lëvizjes vendosje dhe LDK-ja natyrisht ka pozicionin e vet qartësuar se jo gjitha pozita shtetërore mund të takojnë një partije politike, kjo është pozicioni ynë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Kryeministri Albin Kurti ka dërguar ftesë kryetarit të PDK-s Bedri Hamza për takim për të diskutuar për postin e presidentit. Sipas burimeve të RTV 21 brenda PDK-s, Kurti e ka ftuar Hamzën përmes SMS-s dhe jo ftesë në formë elektronike apo në letër. Sipas të njëjtave burime, Hamza ende është duke diskutuar brenda partisë nëse do t'i përgjigjet pozitivisht apo jo kërkesës së Kurtit për takim, por nëse pranon, takimi do të mbahet gjatë kësaj jave. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit njofton se çmimet maksimale të lejuara për derivatët e naftës mbesin të njëjta sikur në ditën paraprake. Çmimi maksimal i lejuar i naftës është 1.86 euro për litër, kurse i benzinës 1.49 euro për litër. Minti u bën thirrje të gjithë operatorëve ekonomik që të zbatojnë me përpikëri vendimin e ri të marrë nga Ministria Kusari Lila me qëllim garantimin e një tregu funksional të qëndrueshëm dhe në shërbim të interesit të konsumatorit. Kryetari shoqatës naftëtarëve Fadil Beriani ka paralajmëruar se disa prej bizneseve të derivateve mund të bankrotojnë për shkak të vendimit të Ministrisë së Industrisë për çmimin maksimal të lejuar për shitjen e derivateve. Sipas Berianit, nafta po importohet me 1.86 euro për litër dhe po shitet po aq, gjë që ai e sheh të dëmshme për bizneset. Vendimi i qeverisë është duke u respektuar, po është vendimi gabuar dhe dëmton bizneset dhe disa nga pikat mund të bankrotojnë. Askush në botë nuk ka kësi zhvillime dhe detyrojnë bizneset që të blejnë dizelin 1.86 dhe të shitet 1.86 euro, ka thënë Beriani. Shoqata ka kërkuar që vendimi qeverisë të ndryshohet, duke paralajmëruar se në rast tjetër do të protestohet për këto çmime. Deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Besjan Mustafa ka kritikuar qeverinë për mos uljen e akcizës dhe të TVSH-s për derivatët, ndonse çmimi i naftës ka arritur rreth 1.85 euro për litër. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka krahasuar situatën në Kosovë
me atë në Maqedoninë e Veriut, duke shkruar se atje janë ndërmarrë masa për lehtësimin e qytetarëve, ndonse në Kosovë sa më të larta çmimet, aq më shumë sipas tij, qeveria Kurti votohet. Maqedonia ku nafta kushton 1.55 euro, dje ka ulur akcizën për 7 cent, ndërsa para 2 jave ka ulur TVSH-n nga 18% në 10%. Qeveria Kosovës nuk e ka ulur as akcizën, as TVSH-n, ani pse çmimi është 1.85. Mos lëshope Albin. Sa më të larta çmimet, aq më shumë po të votojnë, shkroi Mustafa. Kriza globale ka prekur ndjeshëm edhe ekonominë e Kosovës, ku rritja e çmimeve të naftës po ndikon drejt për drejt në shtrëngimin e produkteve bazë dhe rritjen e kostos së jetesës. Profesori ekonomisë Sejdi Rexhepi kritikoi mungesën e masave lehtësuese nga qeveria dhe vë në dyshim efektin e ligjit për çmime tavan dhe paralajmëron rrezik për ngadalësim ekonomik dhe thellim të vështirësive në vend. Intervistën me Rexhepin e realizoi kolegu Erion Hasani. Profesor, kriza në botë ka prek edhe Kosovën. Aktualisht çmimet e naftës po ndikojnë edhe në produktet e tjera bazë. Kërkesat për masat lehtësuese në këtë kohë nuk janë marrë fort parasysh nga qeveria e Kosovës, e cila njëkohësisht ka cilësuar uljen e TVSH-s edhe akcizës si një dëm për buxhetin e Kosovës, cilat do duheshin të ishin masat për zbutjen e kësaj krize, sipas jush. Tani çmimet e naftës, domethënë nuk e kanë ndikuar vetëm tregun e Kosovës, por krejt ekonominë ndërkombëtare. Dhe si rezultat i saj, domethënë kemi shumë çrregullime edhe në tregjet e tjera. Realisht lufta në mes të Iranit edhe do të thotë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, furnizimin me karburant të naftës e ka bërë të ndërlikuar dhe kjo pastaj ka shuar të thotë dhe çrregullimet e çmimeve në tregje, por këtu do thoya të thotë që edhe faktorë të tjerë janë duke ndikuar në çmim, do thotë edhe deri diku do thoya deklaratat politike që përfshirë janë domethënë kontraverse, sikurse edhe spekulime në tregje. Dhe kjo bashkërisht domethënë ka bërë që çmimet e naftës, për shembull sa çmimet e karburanteve ishin diku rreth $110 për barel. Natyrisht domethënë Kosova si një vend i vogël, duke qenë se s'ka kësi impiontet veta faktikisht për punimin e naftës në rafineri, duke qenë se nuk ka rezervuar ose rezerva shtetënore të karburanteve, kurse rezervat e bizneseve janë të thëja shumë të vogla dhe nuk mjaftojnë për mbulimin e kërkesës së tregut 2-3 ditore faktikisht. Atëherë furnizimi është i përditshëm, dhe duke qenë se furnizimi është përditshëm, atëherë në të natyrshme edhe çmimet në tregun ndërkombëtar po reflektojnë edhe në tregun e Kosovës. Kjo natyrisht ka bërë që çmimet jo vetëm të karburanteve të rriten, por të njëjtën kohë të rriten edhe ose të ndikohen në një mos, ose të nxiten, nëse mund të them, edhe rritja e çmimeve të produkte të tjera në treg. Kjo sigurisht se rrezikon stabilitetin e ekonomisë dhe stabilitetin e tregut në përgjithësi, gjë që rrezikon domethënë me një ngritje të çmimeve të përgjithshme dhe në inflacion. Tani vendet në nivel ndërkombëtar thuajse gjithkohë në botë, duke qenë se janë të prekura nga këto çmime, kanë një pjesë e madhe të tyreve që kanë marrë masa të ndryshme për të mbrojtur nga ky trend i çmimeve në nivel ndërkombëtar. Edhe disa vende të Ballkanit faktikisht, domethënë Ballkanit si jemi ty thonë tash Ballkanit perëndimor, që kanë marrë masa për zbutjen e pasojave që pikon në ekonomi. Shumë vende kanë zvogluar të kushtimisht përqindjen e akcizës ose përqindjen e tatimit vlerën e shtuar të VSH-s, siç jemi mësuar mi thonë, dhe sinin nga masat për me mujt me zbut këtë efekt negativ, sepse çmimet domethënë kanë shkuar dhe thotë në mënyrë më rëndëse janë ndoshta historikisht nëse shikohet dhe thotë në periudhën e fundit vetëm brenda 52-3 jave çmimet në tregjet ndërkombëtare të naftës janë rritur gati për 100%, atë kushtimisht ishin për një barel para diku një viti 55-6 barel, 60-63 dhe thotë ishin çmimi një barel, dhe thotë një fuqie naftë ishte domethënë
dhe më 60 mes 60, 55, 63 dhe më dolar, ta është njëjta dhe më çmimet e sotit ishin 110 faktikisht dollar, që tregon që gati është të fishuar. Dhe masat mund të konë të ndryshme, por sigurisht se janë pa marrë parasysh cilat masa merren, efektet negative për ekonominë e çdo vendi janë të dukshme, edhe për ekonominë botërore. Sigurisht se refleksionet e saj në fund të vitit, nëse zgjat ky trend i çmimeve, sigurisht se do të reflektojmë me një trend negativ në ekonominë botërore në përgjithësi, në vazhdimati për vend të vogla, si që jemi ne, sepse edhe kapaciteti ekonomik, dhe më thënë, është më i vogël, dhe mundësitë e intervenimit, dhe më thënë, të shtetit me buxhetin që e ka, dhe më thënë, janë më të vogla, dhe sigurisht që dhe thëtë dhe efekti indikimit, dhe më thënë, politika qeveritare, dhe thëtë, nuk është i mjaftueshëm për të pas një efekt i cili do të zbraste këtë efekt negativ të çmimeve në nivel ndërkombëtar. Sa i përket vendit tonë, është një zgjidhje ky përcaktimi ditor i çmimit në treg, do të thotë sa i përket naftës nga ministria? Tani këto mosat që i merr qeveria që i ka marrë edhe gjatë vitit kaluar, faktikisht për të pas një stabilitet të çmimeve në tregun e karburanteve, në një familje janë një masë e kontrollimit do thoya të fuqisë dominuese në treg që e kanë disa furnizues më të madh, ata furnizues që janë në tregun e Kosovës, dhe për t'ju pamundsuar atyre që të manipulojnë me fuqinë që e kanë treg, ministria, ndërthet qeveria ka pasur arsyeshme që të vendos limite, domethënë të marzhës, e cila në një mënyrë do të provojë ose tendohen që ta provojnë që ta mbrojnë konsumatorin, duke caktuar nivele, do thotë, ta them kushtimisht tavan për çmimet me shumicë, 0.2 cent dhe dikur 12 cent për shitje me pakicë. Sigurisht që është një nga mosat për të majtë në kontroll, ta them kushtimisht, rritjen e shpenuar të çmimeve, sepse mungesa në treg, sigurisht se nëse kishim me leju një çmim që do të ishte në bazë të ofertës dhe kërkesës, duke qenë se çmimet janë ditore dhe çmimet pishum që javët fundit kanë qenë vazhdimisht në rritje, do të rrezikonte që çmimet do të ishin edhe më të larta se ato që i kemi aktualisht në treg. Është çështje tjetër, domethënë sa ka kapacitete ministria, në këtë rast qeveria, që të mbikëqyrë, që të monitoroj këtë kufizim të çmimeve që të themi e ka bërë me përcaktimin e marzhës së fitimit. Sa është kjo në rregull, domethënë në rrethonat aktuale, do të thoya në rrethonat normale të funksionimit të ekonomisë, ku nuk kemi një strukturë të çrregulluar të tregjeve ndërkombëtare, sigurisht se kjo mos ka edhe efekt për të parandaluar bizneset dominuese që të manipulojnë me çmime. Tash kur kena do thot një çrregullim ose një trazim të tregut karburante në nivel ndërkombëtar, sigurisht se kjo mos vetëm si tillë është e pamjaftueshme, ose nuk do të mund të kryejë atë efektin e vet për mbrojtjen e sektorëve dhe qytetarëve, sektorëve të cilët varen shumë ose që kostën kryesore të prodhimit e kanë i kanë karburante naftës, ose dhe më thonë qytetarën e dëmë të cilë dhe thëtë për çdo ditë dhe thëtë ballafaqohet me çmimin treg. Dhe thëtë vetëm përcaktimi i çmimit tavan sigurisht nuk është i mjaftueshëm për me zbut pasojat që i ka për ekonomitë të caktuar edhe për qytetarin. Dhe në këtë aspekt sigurisht do të marrë mosa të tjera, të cilat domethënë veç kanë filluar disa vende me zbatuar. Po, dua të ndalem tek çmimet tavan. Kërkesat aktuale të qeverisë janë për një miratim të një ligji për çmimet tavan. A është kjo një zgjidhje apo si thon ndërmarrësit është një përpjekje për të ndërhyrë në lirinë e tregut? Këtu domethënë kemi dy pikpamje ose dy qëndrime ndryshme, ose të kundërta. Në realitet, Kushtetuta e Republikës Kosovës e definon qartë që ekonomia e Kosovës është ekonomia e lirë e tregut. Dhe parimisht do të thotë çmimi në treg do të më formuar nga oferta dhe kërkesa. Dhe kjo është parim bazë i funksionimit të ekonomisë të Kosovës, dhe nuk ka alternativë tjetër. Megjithatë, ashtu vjen në mënyrën se si është zhvilluar ekonomia e Kosovës dhe se si kanë
dalë bizniset në skenë në këtë periudën 23-4 vjeqare, faktisht kemi pas një trend të fuqizimit të bizneseve të caktuara, të cilat nga dalë po shëndruan në biznese të fuqishme dhe të cilat së bashku me disa biznese ose të vetme janë në pozicionet të tilla që të kontrollojnë tregun dhe vetë fuqia ekonomike e biznesit që të kontrollojnë tregun, e përjashton këtë dispozitën kushtetuese, ta them kushtimisht, të lirisë të ekonomisë lirë tregut. Në momentin kur një biznes ose grupet biznese fuqizohen shumë në treg, në rrethonat e tilla thuajse konkurenca e lirë e tregut bie. Sepse bizneset, në momentin kur arrin ta monopolizoj ose kur disa biznese arrin që të kenë si oligopole, ta kontrollojnë tregun, atëherë mo nuk kemi treg lirë dhe në këtë aspekt loja e tregut të ofertës dhe kërkesës gati bjen nga kombinimi, sepse bizneset e mëdha kanë fuqi që ta përcaktojnë çmimin dhe kjo në një farë mënyrë t'ja imponojnë çmimin treg konsumatorit. Në Kosovë kena një rrethon interesante, dhe thotë që ne ballafaqohemi me rënje të vazhdueshme të standardit të qytetarëve, ose më mirë thonë të fuqisë blerëse të qytetarëve për shkak të inflacionit të vazhdueshëm që kemi pas për vite me radhë, por kemi një situatë tjetër kur një pjesë e qytetarëve vazhdojnë të konsumojnë dhe të blejnë produkte, sikur thuaj se s'ka ndodhur asgjë. Dhe kjo e mban një kërkesë të vazhdueshme në treg, e cila bizneseve, domethënë jo, krijon një lloj komoditeti që të mbajnë çmimet ose të përcaktojnë çmime me marzha ndoshta edhe më të larta se sa janë marzhat normale dhe kështu të realizojnë patëm kushtimisht profite mbi ato që përcakton ta them kushtimisht produktiviteti i punës së vetë bizneseve për punën dhe shërbimet që japin. Dhe kjo në afat shkurt ashtu funksionua, ndonse për mendimin tim, domethënë nevoja për me kontrollu diçka sigurisht ekziston, dhe kjo do të bëhet domethënë me një ligj që qeveria pretendon, apo domethënë me entitete të pavarura mena qeverisë Kosovës, të cilat mena ministrive si entitete të pavarura, të cilat kanë detyrë që ta monitorojnë tregun dhe të kontrollojnë faktikisht mundësinë e ekzistimit të fuqisë dominuese në treg, se fuqia dominuese është kur dikush e përcakton çmimin ashtu si don, sepse s'ka alternativë tjetër. Apo do të bëjnë forma të tjera të monitorimit dhe mbikëqyrjes, është çështje që mbetet në kompetencën e qeverisë, por se ka nevojë që këto biznese në një farë mënyrë të mbikëqyren, sigurisht se nuk ka kurrë dileme dhe kjo nuk është diçka risi vetëm për këto dhe të ne. Kjo ekziston gjithkohon, kur bizneset e fuqishme krijojnë një pozicion të tillë dominues treg, sigurisht që agencionet e pavarura kanë fuqi ndeshkuese të jashtëzakonshme që bizneset i bojnë që të jenë më të kujdesshëm edhe kur përcaktojnë çmime, edhe kur bëjnë marrëveshje në shitje, edhe nëse kanë pozicion dominues, domethënë kur caktojnë çmime të cilat janë përtej produktivitetit që jetojnë në marginal të punës të biznesit. Problemet nuk është se na mungojnë, po a mund hyjë ekonomia e Kosovës në vështirësi edhe më të mëdha duke marrë parasysh jo stabilitetin politik të vitit kaluar, duke parë edhe çfarë do të ndodhë edhe për vitin 2026, stabilitet shumë i madh jo politik, a mund të ndikojë kjo në ekonominë e Kosovës? Fatkeqësisht do thotë jo stabiliteti politik mëna vetë Kosovës, jo ndërkombëtar, veç që ka ndikuar ekonominë e Kosovës në mënyrë negative edhe vitin e kaluar, dhe këto e kemi paralajmëruar domethënë edhe gjatë gjithë vitit kaluar, për faktin se gati kemi funksionuar pa institucione ta them kushtimisht legale në kuptimin e legitimitetit domethënë qytetar, dhe kjo ka bërë që kemi pa të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar që tregojnë që rritja ekonomike e vitit kaluar ka qenë 3.6, që është gati për 1% domethënë krahasuar me vitin 2024, dhe natyrisht që një paralajmërim të ri do të më thonë e përsërit vetëm, e kam bërë edhe një intervistë që kam pas pikërisht me ju, që ka thënë që tregues mund të jenë më pak se ishin projekcione 3.8 të Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe personalisht kam pas paralajmëruar se rënja ose vonesat e ndryshme në ekzekutimin e buxhetit të qeverisë Kosovës në mënyrën se si janë shpenzuar fondet
kryesisht për asistencë sociale e tjera, mund të reflektojnë në ngadalësimin e rritjes ekonomike, e cila akun 3 mujor është vrejt, 3 mujor i parë ka qenë më mirë, i dytë e tretë ka shku të radhë, natyrisht në fundi vitit ka reflektuar me një rritje ekonomike 3.6, por që është një rënë krahasu me një vit parapar. Dhe tash të i marë parasysh edhe çmimet e naftës dhe çrregullimin e tregut ndërkombëtar dhe luftën tregtare të theja. Në qoftë se nuk rirrështohemi mirë në kuptimin e politikave ekonomike, sigurisht që do të jenë edhe më të madh në vitin 2026 dhe unë duhet të them që mos funksionimi i institucioneve ose mos ekzistimi i institucioneve vitin kaluar, gjatë gjithë një viti ose më shumë se një vit, sepse fushata elektorale ka filluar më herët. Edhe tash dëmton akoma që jemi në muajin e 4 faktikisht, akoma me ato pikpyetje ta kemi, do të shkojmë zgjedhje të tjera apo nuk do të shkojmë, bën që bizneset vetë, qoftë ato ndërkombëtare, qoftë në fond vendore, të kenë dilema dhe hezitime lidhur me politikat e tyre investuese dhe zhvillimore, dhe kjo sigurisht që ka atë efekte negativ. Sigurisht që efekti i mungesës institucioneve stabile, që tash po them bën 2 vite të plota që jemi pa një stabilitet tillë, tash rrezikojmë me presidentin, që të jesmi me ushtrues në detyrë, dhe kjo do të thotë sigurisht që do ta ketë kostin e vet edhe në zhvillimin ekonomik dhe rritjen, dhe kështu nëse vazhdojmë, sigurisht se viti i ardhshëm do të jetë edhe me një shkollë të rritjes, por shumë më të vogël, mos them shumë më të vogël, por më të vogël se kemi tash. Fondi monetar ndërkombëtar tha 3.3, por nëse nuk ndërmerret diçka në kuptimin e reformave ekonomike, të cilat kanë ngecë që 2 vite në kuptimin e miratimit, domethënë të programeve zhvillimore qeverisë që janë domethënë korrigjimit aty që kemi pas dhe rifreskimit, sepse janë bazë, s'kemi pas institucione, rrezikojmë që e njëjta ndoshta të jetë do thotë diku rreth 3 ose të bie fatkeqësisht domethënë një projekcion i zymt, po do thotë real si rezultati i asaj që ne nuk po arrijmë konsolidu si shtet dhe ekonomia është ajo që i bart pasojë, nuk kena institucione. Ne kemi pa një buxhet të qeverisë të aprovuar në mënyrë të përshpejtuar nga Afrika, se do të kemi institucione, dhe është thonë që është buxhet emergjent që do të korrigjohet domethënë në qershor, që tregon që do thotë edhe vetë buxheti, struktura e tij domethënë dhe afatet e shpenzimit, domethënë diskutabile a do të realizohen ajo. Dhe mos flasim bizneset që natyrisht statat krizave hezitojnë me investuar dhe do thotë kanë arsyet e veta që të mbrojnë kapitalin e vet, se ne kanë realizuar me shumë, e kanë arritur me shumë mëndë dhe sakrificë. Profesor, ndalemi tek një frikë tjetër. Ekonomia e Kosovës varet nga importi. A mund të themi se jemi të rrezikuar edhe në këtë aspekt? Do të them, prapë edhe këtu do të thotë kemi dy qëndrimet, ose 2 pikpamje, ose 2 përfundime të ndryshme. E para, ne vitin e kaluar përfundum me inflacion 5.6 nëse më kujtohet, ndërkohë që diku rreth 40% të furnizimeve kemi nga BE-ja. Eurozona e kishte diku inflacion 1.8, 1.9, ndërkohë që Bashkimi Ekonomik Evropian komplet e kishte diku rreth 2%. Ndërkohë që ne, nëse veç importojmë dhe interpretojmë në debate publike se kemi inflacion të importuar, është domethënë si është e mundshme domethënë që tek ne çmimet e jenë 5.6, ndërkohë që në Evropë ku importojmë 50% të produkte ose 40-50% produkte, do thotë të jetë domethënë shumë më lart. Nëse është natyrshëm që kena kostën e transportit tjera, mund të jenë 3, mund të jetë 3.5, po 5.8 është domethënë shumë një diferencë e madhe, dhe kjo tregon që diçka nuk është duke funksionuar ashtu siç duhet me politikat e brendshme që kanë bënë domethënë për taktimin e çmimeve dhe në monitorimin e tregut në përgjithësi. Përndryshe ne importojmë dhe ajo që po na ndodh domethënë që jena si vendi me import me deficit tregtar shumë të lartë. Kjo do po na kushton edhe në zhvillim ekonomik. Shihni tash domethënë duhet me bëni lloj digresioni. Qeveria në vend që t'i rrit pagat për 10% prej fillimit janarit vitit kaluar dhe paguaj pagën që është supozojmë 700 euro për një qytetar të një nënpunës, 700 euro në kupton domosdoshmë për 70 euro çdo muaj dhe 700 euro për 12 muaj 840 euro, do të thotë ketë një rritje stabile dhe ashtu që konsumatori e merr tonat, i konsumon dhe ndikon zhvillim, edhe një shpërblim që është mirë të ardhur për qytetarin, po është një dhënie më një hershme e cila do të thotë
në këtë javë të pushimeve të fëmijëve dhe një pjesë të prindërve, komplet ka shkuar jashtë, në Greqi, në Austri, në Itali, në Shqipëri, e tjera. Dhe thëtë, një politikë komplet e pa menaxhuar drejt në kuptimin e përkrojës, ta them kushtimisht, ose shpërblimit të në punësve civil, po supozojmë edhe që është shumë normal, se rritje s'kemi pas paga për vite me radhë, dhe kjo rritje është dashur të bëhet, kjo kompenzim nuk është që kanë bën punë të madhe, sepse realisht edhe me këto nuk pagat janë në nivelin e vitit 2011 faktikisht në fuqi blerëse. Por kjo rritje që është dhënë, është dashur më dhënë ka 10% për çdo muaj. Natyrisht ato parë kishin mbledhur në ekonomi, ishin xhiruar 10 herë në ekonomi ose 12 herë dhe efekti i tyre domethënë do të shumë fishoj, kurse ky shpërblim që tash një pjesë shkojnë pushim merituar, vjen si rezultat i zhvillimit, sepse atove që kanë gjeneruar vetveten. Është dhënë paga tyrat e vitit kalum, kanë vlerë në buxhetin e Kosovës, janë marrë nga qytetarë, nga biznese dhe shpenzohen muajin e 4 faktikisht, që është domethënë për 11 muaj, për 13 muaj, për 14 muaj, 15 për vjen domethënë vonesë që njohim në ekonomi dhe efektin multiplikativ negativ i taksave për ekonominë, që në këtë rast dhe është komplet sa është kjo shuma totale e shume për 5-6 herë minimumi i rrotullimit të tyre, për letjet edhe 3 herë faktisht, efekti i tyre negativ në ekonomi. Korporata Energjetike Kosovës bën të ditur se njësia A4 në termocentralin Kosova A pritet të ndalet në mënyrë të kontrolluar sonte pas paraqitjes së problemeve në kondenzator. Sipas Kekut, pas vlerësimeve profesionale është konstatuar se vazhdimi i operimit në këto kushte mund të shkaktojë dëmtime më të mëdha. Mëtej thuhet se aktualisht Kek është duke operuar me 3 njësi gjeneruese, B2 në termocentralin Kosova B, si dhe A3 dhe A4 në termocentralin Kosova A, duke siguruar vazhdimsinë e prodhimit sipas kapaciteteve në dispozicion. Në të njëjtën kohë, Kek rikujton se është në një fazë të rëndësishme transformimi me investime mbi 500 milion euro për modernizimin dhe zgjatjen e jetës së njësive gjeneruese, investimet më të mëdha që nga fillimi i operimit të termocentraleve. Kryetari sindikatës sektorit privat Jusuf Azemi ka kritikuar qeverin për lënjen anash të punëtorëve, sidomos pas ndarjes së pagës së 13 për ata të sektorit publik. Ai tha se deputetët e Kuvendit të Kosovës morën 4.000 euro pa punuar fare. Azemi përmendi edhe zotimin e ministrit të financave Hekuran Murati për ndarjen e 200 milion eurove, për çka tha se punëtorët e sektorit privat përfitojnë shumë pak atëherë kur vjen era zgjedhje. Ish-punëtorët e ndërmarrjes publike Trepça po akuzojnë menaxhmentin aktual të kësaj kompanie për degradim dhe ndërprerje të padrejtë të kontratave të punës. Menaxhmenti Trepçës ka sqaruar se transferimet dhe ndërprerjet e kontratave janë bërë sipas rregullave të ndërmarrjes. Ish-punëtorja e ndërmarrjes Trepça, Valdete Shabani, ka ngritur akuza ndaj menaxhmentit të kësaj ndërmarrjeje duke pretenduar për degradim në pozitë, transferime të njëpasnjëshme dhe ndërprerje të padrejtë të kontratës së punës. Shabani ka theksuar se për rastin e saj ka ndjekur rrugë ligjore duke fituar vendime në favor nga gjykata dhe duke bërë ankesë edhe në inspektorat, i cili sipas saj ka konstatuar shkelje nga ndërmarrja. E parë, unë e kam marrur nga komisioni ankesave, që do të thotë ka qenë vendime negativ. Pastaj unë kam ngritur padin në gjykat dhe pas 2 muajve unë nga gjykata kam marrur vendim pozitiv, që do të thotë gjykata kanë konstatuar se transferit që mi kanë bërë në mënyrë jo ligjore. Po ashtu kam bërë ankesë edhe në inspektoriat dhe inspektoriati ka dënuar 2 herë ndërmarrjen për gjitha transferet që mi kanë bërë në mënyrë jo ligjore. Pas suspendimit që më ka bërë, do thotë kryeshefi, komisioni disiplinor ka marrë një vendim ku më ka shkëputur kontratën e punës, me arsyet që e ceka më herët ku janë të cekura disa fjalë që thuhet se unë kam folur në intervista, por ato asnjëra nuk janë të vërteta.
Në lidhje me këto pretendime, edhe ju shpuntori tjetër i ndërmarrjes Trepça, Bahri Ibrahimi, ka ngritur shqetësime të ngjashme, duke e lidhur ndërprerjen e kontratës së tij me gjendjen shëndetësore dhe pushimin mjekësor. Ai ka bërë të ditur se ishte i punësuar nga viti 2019, ndërsa kontrata i është shkëputur në vitin 2025, pas një periudhe kur kishte probleme serioze shëndetësore. Në 2024 kam pas problem shëndetësor, faktikisht të morë në kokë dhe po atë vetë jam operu dhe për natë, do të thonë, mas operimit nuk kam qenë shumë keq, por mas anej më ka përsërit, do të thonë, kam përsërisë sfundjen. Kam në dokumente, do të thonë, radiologjisë, do të thonë se është recidive. Sipas tij, megjithse kishte hapur pushim mjekësor dhe kishte dokumentacion të rregullt, ndërmarrja e kishte ftuar në komision disiplinor dhe më pas i kishte ndërprer kontratën e punës. Në anën tjetër, Faton Ahmeti, kryeshef i ndërmarrjes Trepça, ka sqaruar se transferimet dhe ndërprerjet e kontratave janë bërë sipas rregullave të ndërmarrjes për të mbrojtur punëtorët me probleme shëndetësore dhe për të rregulluar listat e pagave. Realisht na kena pas punëtorë që këtu nuk kanë ardhur punë nashti edhe me vite. Edhe na merë konkretisht me këta persona që të pastrohet lista e pagave nga persona që nuk vinë punë, duke mos u lëshuar në për emrat të përveçshëm. Ahmeti shtoi se lëvizjet brenda ndërmarrjes nuk përbëjnë degradim, por janë të bazuara në diagnoza mjekësore dhe rekomandime të mjekësisë së punës, duke synuar ruajtjen e vendit të punës dhe mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. Sa i përket problemeve që kanë, na i thojnë smundje profesionale, këto na e kena edhe na një listë që mundohemi na mi mbrojt këta persona, po shumicën e rasteve edhe këta duhet neve më na kuptu se na nuk kena një rregullore që ata mund me thonë ti qëndron shpeun të ap ty rrugën. Largimet, degradimet dhe transferimet e një pasnjëshme të ish punëtorëve, Valdete Shabani dhe Bahri Ibrahimi, kanë ngritur debate mbi menaxhimin e ndërmarrjes Trepça, ndërsa drejtuesit e saj insistojnë se çdo vendim është marrë në përputhje me rregullat dhe rekomandimet mjekësore. Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor të dyshuar për dhunë në familje. Inspektorati ka pranuar informacione lidhur me dyshimin se një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare në Pej ka kryer veprën penale dhunë në familje. Kështu hetuesit të Departamentit të Hetimeve të IPK-s u angazhuan për të arrestuar. Menjëherë pas pranimit të informacionit, hetuesit e IPK-s janë përgjigjur thirrjes duke intervistuar viktimën e këtij rasti, bashkëshortën e tij. Pas disa veprimeve fillestare hetimore, është konsultuar edhe prokurori kompetent dhe zyrtari policor me vendim të prokurorit i është zaktuar masa e ndalimit për 48 orë, thuhet në njoftimin e IPK-s. Lidhur me rastin si pjesë e procedurave administrative dhe hetimore, IPK tha se zyrtari policor është suspenduar. Një imitur është lënduar si pasojë e shpërthimit të një bombole gazi në Skënderaj. Policia njofton se imituri është dërguar për mjekim në QKUK dhe më pas është liruar. Raportohet se i dyshuari kishte ndezur një zjarr dhe nga zjarri kanë eksploduar 2 bombola gazi. I lënduari është dërguar në QKUK dhe pas tretmanit është liruar në shtëpi. Me vendim të prokurorit pas intervistimit, rasti vazhdon në procedurë të rregullt, thuhet në njoftim. Shikues të nderuar, informacionet më të reja në edicionet tona të radhës si dhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.